Nëpërmet, tradita e përgatitjes së glikove është një art që trashëgohet brez pas brezi. Thuhet shpesh se nuk ka gra në këtë qytet që nuk din të përgatisin ëmbëlsira tradicionale të glikos, një prej simbolikave më të njohura të mikpritjes përmetare. Një prej artizaneve që mban gjallë këtë traditë është Alketa Qyraj. Ajo e ka mësuar zanatin që në moshë të vogël nga nëna dhe gjyshja e saj, duke trashëguar jo vetëm recetat, por edhe dashurinë për këtë punë. Prej 11 vitesh, Alketa siguron të ardhurat për familjen e saj, pikërisht nga përgatitja dhe shija e glikove artizanale. Me të gjitha merrem me përpunimin e glikove, me etiketim, me ambalazhim, komplet puna që bëhet këtu brenda në punishte, unë duhet të merrem se s'bën. Në sezon është më e vështira, në bërjen e reçelnave, se duhet të bëhet zjerja, duhet të bëhet futja e glikos në gërqele, duhet lar, duhet bëhet edhe mbushja e kavanozit që po bëjmë etiketën tani, mbushje, sterilizim, etiketim, bëhen të gjitha proceset. Këtu bëhen 13 gliko dhe më e vështira është arra, sepse kërkon shumë përkushtim. 15 ditë duhet të ri në ujë dhe unë duhet ta ndëroj darkë dhe mëngjes ujin që t'i dali hidhërimi. Pastaj glikot e tjera bëhen brenda ditës, secila ka procesin e saj teknologjik, po arra është më e vështira, më e kërkuara dhe më e mira. Megjithse, përgatitja e glikove kalon në disa procese të kujdesshme, nga përzgjedhja e frutave, zjerja me sheqer në masën e dur, deri te ruajtja tradicionale. Kënaqësia që merr nga vlerësimet e atyre që provon këto ëmbëlsira e bën çdo sakrificë të vlefshme. Unë për vete time ndihem shumë e kënaqur kur një grup turistash vjen këtu, kur ne qerasim, i provojnë glikotet tona, shikojnë tër procesin, se ka grupe për shembull që ndjek tër procesin që bëhet, dhe në fund kur dalin ata të kënaqur, dhe unë jam shumë e kënaqur, e harroj atë lodhje që bëra procesin me gjithë ta. Nëpërmet, ka shumë vajza dhe gra si Alketa Qyraj që sigurojnë të ardhurat ekonomike nga përgatitja e glikove artizanale, duke kthyer këtë traditë në një burim të rëndësishëm të ardhurave.